Sot, në primetimin e Big Brother Kosova, Edi u shfaq si një mbret i vërtet. I veshur me stil, me elegancë dhe me një prezencë që nuk mund të injorohet, ai tregoi jo vetëm bukurinë e jashtme, por edhe karizmën dhe personalitetin që e dallojnë nga të gjithë banorët e tjerë. Çdo detaj i pamjes së tij, çdo buzëqeshje, çdo lëvizje e tij, duket se është menduar për të treguar një kombinim perfekt të stilit dhe sigurisë në vetvete. Nuk është vetëm pamja, është prania që tërheq sytë dhe zemrat e të gjithëve, por Edi nuk është vetëm bukuri. Ai ka një karakter të fortë dhe të veçantë. Energjia që sjell brenda shtëpisë, mënyra si ndërvepron me banorët dhe aftësia për të qëndruar i qetë dhe i vetëdijshëm në çdo situatë tregojnë se ai nuk është thjesht një pjesëmarrës, është një forcë pozitive që ndikon në dinamikën e gjithë shtëpisë. Ai di si të krijojë lidhje, si të qetësojë tensionet dhe si të mbajë energjinë e shtëpisë të lartë dhe të gjallë. Çdo moment me Edi është një shfaqje e aftësive të tij, jo vetëm për lojën, por edhe për mënyrën se si ai bën që çdo shikues të ndihet pjesë e asaj që ndodh brenda shtëpisë. Ai ka një sens të jashtëzakonshëm humori, di të qesh dhe të bëjë të tjerët të qeshin, dhe në të njëjtën kohë të tregojë seriozitet kur situata e kërkon. Kjo kombinim i bën ai të veçantë dhe të paharrueshëm për të gjithë ne që e ndjekim. Prandaj, ju lutem, votoni për Edin. Çdo vot ka rëndësi dhe secila është një mundësi për të siguruar që ai të qëndrojë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Le të tregojmë se e vlerësojmë jo vetëm pamjen e tij të jashtme, por edhe zemrën, karakterin dhe energjinë që sjell në çdo moment të lojës. Ai meriton të qëndrojë, të vazhdojë të bëjë atë që di më mirë, të sjellë emocion, të krijojë momente të paharrueshme dhe të bëjë këtë edicion të Big Brother Kosova edhe më të bukur për të gjithë ne. Edi është një shembull i një banori që nuk shfaqet vetëm për spektakël, por për të treguar se si mund të jesh i vërtetë, i guximshëm dhe i